Konsumoni kos të çdo mëngjes dhe do habiteni nga ajo çfarë do t'ju ndodh. Forcon kockat. Në qoftë se hani një filxhan me kos në mëngjes për të përftuar vlerat që ai ka, ju do të merrni kalciumin e duhur për shëndetin e kockave tuaja. Largon bakteret. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi jon tretës. Personat të cilët vuajnë nga fryrjet në stomak ose diarreja duhet që të hanë kos që në mëngjes. Përmirëson tretjen. Konsumi ditor i tij në mëngjes mbron gjithashtu sistemin tuaj tretës dhe nga ana tjetër mbron sistemin tretës nga toksinat dhe gjithashtu bakteret. Mbron imunitetin. Kosi mbron dhe forcon imunitetin. Kjo ndodh pasi kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Gjithashtu ndihmon edhe në uljen e tensionit tuaj të gjakut.